Imagjinoni që jeni të mbyllur. Çdo sekondë e ditës suaj xhirohet. Çdo gabim, çdo debat, çdo çast dobësie. Ajo që nisi si një eksperiment i pafajshëm televiziv është shndërruar në një obsesion kombëtar në Kosovë dhe Shqipëri. Një makinë që gjeneron audiencë, duke shkatruar njerëzit psikologjikisht. Për pjesëmarrësit e Big Brother VIP Albania dhe Kosova, nuk bëhet më fjalë vetëm për 100.000 euro. Bëhet fjalë për karriera që mund të shkatrohen në sekonda, për fandome toksike që dërgojnë kërcënime me vdekje, dhe për një produksion që fjalë për fjalë nuk do të ndalet para asgjëje për të krijuar dramën perfekte. Kjo është një histori manipulimi. Çrregullime shmendore. Dhe pyetjes, kush është monstri i vërtet? Konkurrentët në shtëpi? Apo ne, shikuesit? Për të kuptuar sa ekstreme është situata, duhet të kuptosh se çfarë përfaqëson Big Brother për rajonet ku flitet shqip. Ndërsa reality TV shpesh është thjesht zhurmë sfondi në vende të tjera, në Shqipëri dhe Kosovë një të martë ose të premte në mbrëmje, vendi ndalon. Edhe politikanët, ministrat dhe prezantuesit më serioz të vendit komentojnë publikisht dramën që zhvillohet në shtëpi. Kushdo që fiton në këtë shtëpi, bëhet një lloj gjysmë perëndie. Kushdo që humb, bëhet një armit publik. Por loja që shohim në televizion është një iluzion. Çdo sezon bazohet në 2 realitete krejtësisht të ndryshme. Ekziston e ashtu quajtura redaktim kryesor. Shfaqja shumë e rafinuar që producentët e transmetojnë 2 herë në javë për të formuar heronjt dhe keqbërësit që duan. Dhe pastaj ka transmetimet e drejtë për drejta 24/7. Këtu në internet, qindra mijëra fansa janë ulur, regjistrojnë çdo sekond dhe analizojnë çdo shikim të mallkuar. Asgjë nuk mbetet e fshehur. Dhe pikërisht këtu, në këto transmetime të pakontrolluara, jashtë kontrollit të drejtuesve të televizionit, eksperimenti devion vazhdimisht nga rruga. Mbi 100 ditë izolim, pa orë, pa kontakt me botën e jashtme, pa telefona celular, psikologët kanë paralajmëruar prej vitesh për pasojat shkatërruese të eksperimentit Big Brother. Në sezonin e parë të Big Brother VIP Albania, pam drejt për drejt se çfarë do të thotë kjo. Këngëtarja Fifi, në të vërtet një nga të preferuarat absolute të publikut,
u shemb para gjithë kombit. Shpërthimet e saj ekstreme emocionale ishin thuajse tepër të rënda për t'u parë nga shikuesit. Por në vend që ta largonte menjëherë nga shtëpia për mbrojtjen e saj, ekipi i produksionit bëri atë që di më mirë. Ata vazhduan pa mëshirë xhirimet me kamera, sepse lotët dhe sulmet e panikut sjellin audiencë. Vetëm kur presioni publiku bëi padurueshëm, ajo u largua nga emisioni. Por kjo ishte vetëm maja e bregut. Gjërat u errësuan edhe më shumë me trekëndshin e famshëm të dashurisë që përfshinte Donaldin, Borën dhe Beatrixin. Kur Donaldi nisi një lidhje me Beatrixin brenda shtëpisë, urrejtja e një vendi të tërë e goditi atë me gjithë forcën. Beatrix u bë kozë e zezë kombëtare. Një vend i tërë u kthye kundër saj në rrjetet sociale. Ekipi i produksionit e dinte saktësisht se çfarë terrori psikologjik po ndodhte jashtë. Por në vend që ta mbronin, ata vazhdimisht transmetonin klipet dhe informacionet në emisionet e drejtë për drejta që e shqetësonin edhe më shumë dhe ushqenin dramën.